Kiara shtatzën për herë të dytë, Luizi befason Luna mund të ketë një motër. Luizi dhe Kiara janë një ndër çiftet më të ndjekura të momentit, teksa dyshja tashmë janë rikthyer pas disa ditësh pushime në Maldive, dyshja e cila po shijon jetën por edhe familjen e tyre të krijuar, duket se janë më falënderuese kur çifti janë bërë prindër të një vajze të quajtur Luna Marie, por me sa duket Luizi ka ndarë disa detaje të vogla që Kiara shtatzën për herë të dytë. Në imazhet e fundit që ka publikuar, moderatorja në Instagramin e saj ka marrë gjithë vëmendjen komenti i këngëtarit Luizelli. Ai shpreh ndër të tjera, siç e shikoni pra zonja dhe zotëri, me rastin e rikthimit të linjave që Kiara dëshironte, që për mua është kukull edhe po të futet në thes, besoj se ka ardhur koha të bëjmë Lunën me një motër. Ka shkruar ai, teksa ndjekësit me njëherë kanë filluar të aludojnë se ndoshta këto janë detajet e para që po zbulon Luizi për shtatzanin e dytë. Ai edhe në Big Brother ishte shprehur se ndërron një familje të madhe e në këtë pikë kishin të përbashkët me Kiarën, teksa nuk dihet nëse dyshja po e planifikojnë apo është vetëm për të mbushur faqet e portaleve shqiptare. Nga ana tjetër, Luizi ka sqaruar edhe diçka tjetër, duke hidhur poshtë zërin dhe thashë themet se mund të bëhet pjesë ndonjëherë fermës VIP apo në këto zgjedhje nëse do të marrë pjesë. Thashë themet ishin se ai mund të bëhej pjesë e fermës VIP si opinionist, teksa i tha se të gjithë këto thashë theme janë kot pasi as nuk i ka ardhur ndonjëherë ndonjë ofertë nga ferma VIP dhe për herë të parë ka dëgjuar nga portalet. Ai tha gjithashtu se nuk do të merret fare as me fushatën e këtij viti zgjedhor, teksa tha se është më i lumtur me familjen e tij dhe nuk dëshiron të përzidhet në ato punë.